Alhamdulillah ka është mjaft literaturë, që e përmendën parzit, a e përmendën Biblia Kurani, e përmendën, Moris Bika, Biblia Kurani, shkenca, parzit e përmendëm një moment. Do të thonë, rezultati është në duart të Allahit. Absolutisht. Rezultati në duart të Allahit, që bash për këtë libër, edhe qish këdo algoritme ne, sa do që ti shkrujmë, sa do që ti bëjmë e sa, si janë qarta, së mund është me ishtin letër. Themi që, këtë libër, Biblia, Kurani dhe shkenca, e kemi botu, logosi ka qenë botu, për logosin e, unë e pata përkëthin gjuhën Macedonase, alhamdulillah, po shkoj të një vlla Torbesh, edhe hina muhabet, bashkë këtë muhabet e bëna udhëzimi, fillimet, thot, unë jam udhëzu, në Itali. Hajrola, që o konë se bebi, në Itali, në gjami në Itali, me një vend, duke se Karpen e Dolla kam në veni, e majmen se kam një shok, vëllai vetë shoki jem është i ngusht, në qytetës e vogël është, në librarin e gjamis e ka gjetë këtë libër, Biblia Kurani dhe shkenca, përmene. E ka gjetë librin, edhe ai libër e ka nxit, edhe e ka nxit që ai ta kupton islamin, edhe pastaj të hulumton, edhe të falen namaz rregullisht. Se ai dhe musliman që shina, edhe gjumon e falë, mos me hub kontaktin, se shiko, është fenomen interesant. Edin, mos t'i bojnë X njerëzve.